murin blu të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër i japin një mesazh shumë të qartë bufit dhe knetës, duke vendosur një gur për të rindërtuar atë parti që sot s'është më parti. Çfarë parti është? Dhe prandaj unë them që kush shkon atje, kush mendon që midis Europës dhe Kënetës duhet rrinë Kënetës Qyryk. Mund të jetë shumë rregull në të gjitha gjërat e tjera, po politikisht është komplet Qyryk. Për çfarë? Kur ne sot na ka ardhur zogu i fatit Europian të këtij kombi dhe të këtij vendi në dorë, sepse janë përputhur ylli i fatit ton me yllin e fatit BE-s, se ne kemi bërë patjetër detyrat tona dhe kemi bërë punën tonë që të gjendemi gati, por ama ata sot janë në një pikë ku e kanë hapur derën, jo se ne jemi më të bukurit, por sepse ata kanë nevojë për të shtuar radhët dhe për të dhënë mesazh për gjithë botën një Bashkim Evropian po zgjerohet dhe po forcohet, dhe këtu janë përputhur të dyja. Dhe kjo derë e hapur, siç ka treguar historia e zgjerimit Bashkimit Evropian, nuk është një derë që do rri hapur atje, do presi ne. Që të zgjidhim ne dilemën e madhe me Europën apo me Gropën, me BE-n apo me bufin. Është e hapur si një mundësi tani, siç ka ndodhur në të shkuarën. Dera e Bashkimit Evropian është hapur, janë futur vende, është mbyllur prapë. Dhe kujt ju thot që po ç'është kjo punë me Edi Ramën, që ka dalë rrugëve dhe thot më jepni mandatin e 4 t'ju fus Bashkimin Evropian, s'kishte mundësi dhe nuk i dolën 3 mandate, duhet i thoni, po mirë, dakord, Edi Ramës nuk i dolën 3 mandate, se pas ka fajin Edi Rama. Po Marizi, pse nuk është në Bashkimin Evropian, që i ka filluar negociatat përpara se Edi Rama të bëjë kryeministër në 2012, pse s'është në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i ka filluar negociatat në 2014, pse s'është në Bashkimin Evropian? Dhe sot, ne që i shikonim Malezi dhe Serbin nga larg, jemi në të njëjtin pozicion me Malezi tek pragu i derës, dhe Serbinë e kemi lënë brapa. Po Maqedonia, që u bë kandidate për Bashkimin Evropian në 2005, këtu mund të ketë vajza që s'kishin lindë akoma në 2005. Sot ku është, s'ka hap akoma negociatat, sepse historia e zgjerimit është kjo. Ata e hapin derën kur kanë edhe ata interesin e tyre, jo thjesht kur jeti. Ne gati kemi qenë për të hapur negociatat ka 4-5 vjet. Por ju e mbani mend, Komisioni Evropian thoshte këta janë gati, dhe Komisioni Evropian e bën vlerësimin. Mblidheshin politikanët dhe thoshin jo. E dilte Hollanda, dilte një vend tjetër, se shiko se është kjo, ndërkohë ata kishin hallat e tyre. Kishin interesat e tyre normal fare. Se në atë shtëpi nuk futesh dot nëse vetëm njëri thotë jo se dua. Duhet jenë gjithë dakord. Dhe sot e kanë hap derën, sepse bota është në turbullir. Sot BE-ja po flet për riarmatosje. Sot BE-ja po flet për siguri. Si do rrim ne? Do rrim jashtë kësaj historie ne? Ndërkohë që na ka ardhur në dorë kjo punë, e kemi ne në dorë shqiptarët. Dhe prandaj them që njësoj siç bën shqiptarët me Partinë Demokratike në 92-shin, që e votuan masivisht në mars, po aq e vërtetë është kjo sa nuk ishin të gjithë me të sa në gushta kur ishte në fund verës kur bën zgjedhje vendore, shumica e votuan kundër, por ama e kishin bërë zgjedhjen historike, e kishin mbyllur raportin me historinë. Po kështu në 11 maj është kohë e dur, është vendi i dur dhe është Partia Socialiste në kohën dhe në vendin e dur. Dhe